Në lidhje të drejt për drejt, kemi krenare Ponoshece Dylazeka e bija e shpiktorit. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje Radio Televizioni Lugaçi dhe publikut që na shikojnë, na ndjekin në këtë kohë. Treguam që së shpejti do të hapet galeria, por themi çka do të ketë në këtë galeri edhe çka do të mund të shohen të gjithë vizitorit të shtunën kur do të hapet zyrtarisht galeria. Faleminderit. Në këtë çast ndihem edhe të emocionuar, sepse na ndohen vetëm 2 ditë nga hapja e galerisë. Njëkohësisht ndihem edhe krenar që më në fund qëllimi im si familjar për realizimin e hapjes së galerisë kemi arritur pas shumë sfidave. Kjo galeri është jo vetëm një homazh për ta kujtuar veprat e babait tonë, por është një mënyrë edhe për ta ndarë edhe me publikun. Në këtë galeri, babi i përmbajt vepra të shumta, duke u nisur nga ato që janë peizazh, natyrë që rrëfehen histori, familja nga më të ndryshëm. Ideja kishte lindur më herët nga vëllai jon Kushtrimi, të cilët edhe na ishim përkras e kësaj ideje, sepse babi bante një bagazh të madh të veprave të tij, e pse ne t'i lëmë të mbyllura në sirtar. Ai kishte një jetë të tërë kushtuar artit dhe pse mos ta ndajmë edhe me publikun të kenë edhe qasje me krijimtarinë e tij. Po, krenare... shpirtënor, ne si familje. Po, cilat janë të themi kështu ndoshta pi veprave, cilat ju do i prezantoni ma me qef, ma me ëndje, ma me kujtim për të? Po, ne kemi një bagazh të veprave të cilën ne kemi përgjedhur me shumë kujdes, sepse babi në çdo vepër të tij ka dhënë shpirtin e tij, ka ndarë jetën e tij. Është vepra të cilën ne kemi më për zemër, kushtuar familjes, e cila aty ka shkuar edhe në mirimin e vet, rininë e vet, i cili është rritur në Qabra, ka përshkruar edhe jetën e prindërve të tij, gjithashtu edhe jetën të cilën ai e ka krijuar vetë, që jemi ne familja, nëna jonë e tjerë dhe 4 fëmijë. Dhe aty e ka përshkruar edhe babai, nëse keni dëshirë mund ta shohni. Po, nëse keni ofër, patjetër që po. Krenarja prapë na tregon njërin prej veprave të artit, të cilën ka të bëjë për familjen e Ilir Ponoshevcit, Ibrahim Ponoshevcit, më falni, duket se kjo është. Po, kjo është edhe vepra ku këtu përshkruhet Qabrati, tu përshkruhet vendi ku babi ka jetuar, këto ndoshta edhe shihen janë 2 prindërit e tij, ndërsa babi këtu sepse prindërit e tij kishin mbajtur edhe pëllumba. Edhe ishte shumë i kujdesshëm edhe ndaj gjallësave të tjera, ndaj shpenzave, ndaj kafshëve, ndërsa këtu është babi kur është duke eksploruar perlat margaritar, sepse këto përshkruhet që familja është një margaritar. Po, sa vepra në tërësi do t'jenë në këtë galeri? 40. 40 vepra. 40 vepra. 40 vepra në galeri. Keni tentuar ndonjëherë më herët që këto vepra përpos në galeri, ndoshta edhe t'i dhuroni ose shitni? Këto vepra, pas ndarjes nga jeta e babait, kemi pas një ekspozit për 1 vjetorin e tij të vdekjes, ndërsa pas asaj kohe nuk kemi pas mundësi, që na kemi dashur që të jenë vepra vetëm ekspozuese, por të jenë edhe një kujtim gjallë kujtimin për të. Edhe që të jetë një galeri e cila do të shfrytëzohet edhe më tej. Të jetë një hapësirë ekskluzive. Në këtë galeri, do të mbesojnë vetëm këto vepra, apo galeria do të funksionojnë në atë formë që do të shtojnë edhe vepra të tjera, qofshin në ato edhe nga artistë të tjerë? Po, galeria do të funksionojë më vonë edhe për artistë të tjerë, do të zhvillohen edhe ngjarje të ndryshme me komunën, zhvillohen evente të ndryshme, pse jo edhe për promovimin e librave, sepse edhe bota e shkrimit është art.
Domethënë, ne do ta bëjmë një plan më afatgjatë se si do të funksionojë në të ardhmen galeria, sepse deri tani ne kemi pas kufisin për me realizu qëllimin tonë në hapjen e galerisë. Po, veprat pavarësisht asaj se çka do të ndodhë me artistët e tjerë, pavarësisht aktiviteteve të cilat mund të zhvillohen brenda kësaj galerie, veprat e babait tuaj do të qëndrojnë të përhershme aty? Po, do të qëndrojnë të përhershme. Këto vepra do të jenë, do të qëndrojnë të përhershme, do të parashikuar për spasfajsi. Për ta bërë këtë galeri... Të njojnë edhe artin, drejta të rritë të kanë të njojnë për herë të parë. Edhe të ndihet të frikëzuar nga krijtaria e ta mbani nga që nuk po ju dëgjojmë mjaft mirë, të lutem. Po. Për ta bërë këtë galeri, keni marrë ndihmën e ndokujt nga Drejtoria e Kulturës apo Ministria e Kulturës? Po, kemi marrë ndihmë nga Ministria e Kulturës edhe nga Drejtoria Komunale e Gjakovës. Po, duket që e cila na ka ndihmuar, edhe pjesa tjetër ka qenë me financim. Po, duket që ka pasur interesim edhe nga vetë themi kështu Ministria e Kulturës dhe Drejtoria e Kulturës në komunën të Gjakovës. A mund të dim se sa ka kushtuar gjitha jo hapësirë, sepse duket që është hapësirë mjaft e madhe? Po, hapësira ka kushtuar diku deri te 40.000 euro, e cila 12.000 euro ka financu Ministria e Kulturës dhe deri nga 4.000 euro ka financuar Drejtoria e Kulturës për të ardhmen. Kur ka filluar puna për galerinë, ka marrë shumë kohë që gjithçka të jetë gati në mënyrë që të shtunë të ardhur? Po, ka filluar para një viti. Kur, domethënë kemi parë të postuara projekte, subvencione për projekte dhe ne kemi marrë edhe një herë hapin që ne të aplikojmë, edhe kemi bërë aplikimin e Ministrinë e Kulturës, pastaj kemi bërë edhe në komunën e Gjakovës. Domethënë dhe kemi pasur mbështetje të fuqishme nga Ministria dhe nga komuna një. Faleminderit shumë krenare që ishe sot me neve sot në Rreth e Rrotull, duke shpresuar të keni suksese të shtunën, mirëmbëjtje. Faleminderit.